Gjisal, Përshëndetje Bernard, si je? mirë faleminderit. Ti si kalon? Mirë. A shkoj pushimi? Pushimi gati, në fund jemi, në fund. Isali është refer në Itali, mes tjera punon edhe refer, po është prej Gjeline, kam bjen me Ramadani, por nuk e kam familje, kështu që nuk është diçka që e kemi bën me njofshëm. Jo. Thjesht për t'ju dhënë hapësirë dhe zonë mërgatës tonë që mbi gjitha janë zemra e ekonomisë së vendit. Sal mirë se erdhe, edhe pse unë të kum pa një 2 javë në Zhelinë, po mbi gjitha prapë mirë se erdhe, për herë do të jetë mirë se erdhe. Po, mirë si u gjeta dhe unë dhe faleminderit për ftesën dhe njerë për uroj dhe për këtë intervista që për një mënyrë pak më të veçantë i kam shikuar edhe kur jam atje, kështu që faleminderit për ftesën. Faleminderit që gjetë kohë, edhe pse ju keni shumë termine edhe të mira dhe të këqija që ndodhin gjatë vitit, ju tash shkoni vizitoni, po gjetë kohë për emision. Jo, me gjithë qef, se sidomos kur bëhet fjalë për ndoshta pak do të reflektoj në ato për të dikush, me gjithë qef, kur dush, kur do jetë nevoja, jam i gatshëm, t'jap nga në ime diçka.